ngjarja sot me padyshim që ka lënë të shokuar të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Dhe ashtu siç edhe juve në pyetjen e drejtuar pas ngjarjes ndodhur në sallën e gjyqit të vrasjes së të ndjerit zotit Kalaja, ngjarja e sotme është një ngjarje në portat më të sigurta të shtetit shqiptar, i cili është aeroporti dhe një vend i rëndësisë veçantë dhe padyshim të them të drejtën ka lënë të shokuar një pjesë të madhe të njerëzve edhe për shkak të nivelit të sigurisë që sot ka aeroporti dhe çdo aeroport në botë, që normalisht duhet ketë, dhe të falenderojmë Zotin që nuk ka pasur viktima edhe për shkak të lëvizjeve të njerëzve dhe para se të vija këtu takoha një mikun tim i cili tha që 4 minuta përpara vëllezërit e mi kanë qenë po në atë rreth rrotullim në lidhje me këtë dhe se mund të ndërpres, unë kam lexuar dëshmi të ndryshme sot që ka pasur persona të cilët madje kishin vite, po nuk po i lexoj sepse kushdo që e poston është në privatësinë e vet, ka pasur vite që nuk vinin në Shqipëri dhe janë ndodhur pikërisht tek ai rreth rrotullim, janë kthyer prapë në aeroport dhe janë rikthyer në zonën ku ishin. Absolutisht, sepse vrasjet të kësaj natyre janë vrasjet të tipit mafios. Këto ngjarje të kësaj natyre nuk kanë ndodhur as në Palermën e viteve të 10, aq më tepër që vrasjet të kësaj natyre të ndodhin në nivelet dhe në ambientet e sigurisë më të larta.